Rritja e fluksit të pushuesve vendas, por edhe të huajve, të cilët vizitojnë qytetin bregdetar të Vlorës, jo vetëm për gjatë fundjavës, por çdo ditë, ka bërë që në segmentet kryesore të qytetit të nisë qarkullimi i rënduar i automjeteve. Për gjatë kësaj të hëne, java e re ka nisur me trafik të rënduar në disa orare në segmentet kryesore rrugore. Akset të cilat kanë pasur më tepër përshëndrim të automjeteve janë kryesisht rrugët që të çojnë drejt Bregdetit. Lungomare Transballkanike si dhe bulevardi i Vlorës kanë qenë segmentet rrugore me më tepër trafik dhe për gjatë kësaj fillimjave. Edhe ky fillim jave në qytetin e Vlorës ka nisur me trafik të shtuar në disa zona të qytetit. Ngroja e kohës ka bërë që në disa nga akset kryesore të rritet qarkullimi i automjeteve dhe të ketë trafik në disa zona të ndryshme të qytetit. Mes kaosit të trafikut ka qenë edhe mbrëmja së dielës, aty ku përgjatë mbrëmjes gjatë koncertit festiv të sezonit veror, me qindra automjete janë drejtuar drejt plazhit të ri. Kjo ka bërë që duke nisur nga ora 19 e mbrëmjes të së dielës deri në mesnatë, Vlora të zhytet mes kaosit të trafikut. Për shkak të numrit të lartë të automjeteve të përqendruara në të njëjtën zonë, situata ka qenë e pamenaxhueshme. Trafiku i rënduar është ndikuar edhe nga parkimet e automjeteve, shpesh edhe në kundërshtim me kodin rrugor. Nuk kanë munguar as masat administrative të gjobave, kryesisht për mënyrën të parregullt të qarkullimit rrugor dhe parkimit të gabuar, por me sa duket as gjobat nuk kanë dhënë efektin e duhur në përmirësimin e situatës në qarkullimin rrugor.